Allahu Azza wa Jall shpërblen jashtëzakonisht shumë ata të cilët e agjërojnë këtë ditë. Këto e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë: "Siyamu yawmi Arafa", agjërimi i ditës Arafatit. "Inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu." Unë shpresoj tek Allahu se i fal mëkatet të cilat janë bërë vitin e kaluar dhe vitin që vije pas. Pra një ditë agjërim falen mëkatet e 2 viteve që njeriu i bën. Pra kush shpërblen kështu? Është vetëm Allahu i cili me gjerësinë e madhe të rahmetit të tij i shpërblen robërit e tij në këtë mos. 17 orë agjërim falen mëkatet e mbi 710 ditëve të cilat i ke bërë. E sa janë që ato mëkate me janë nisë me numru? A ka dikush mundësi me i numru këto mëkate të cilat janë bërë për gjatë këtyre ditëve? S'ka mundësi. Në mëkatet e tona s'kemi mundësi me i numru mëkatet ditore që i bëjmë. Ose në 24 orëshin tonë. E mos të flasim mëkatet e këtyre 2 viteve e kaq shumë ditëve të cilat bëhen në tonë.